Kjo maskë e thjesht në shtëpi i jep fytyrës ndriçim dhe e butësi natyrale. Gjithnjë më shumë njerëz po lënë produktet industriale dhe po kthehen te maskat natyrale për fytyrën të përgatitura në shtëpi. Dermatologët theksojnë se produktet me kimikate të forta mund ta bëjnë lëkurën të thatë dhe të ndjeshme me kalimin e kohës. Zgjidhja që po fiton popularitet është një maskë e thjeshtë me kost të thjeshtë, mjalt natyral dhe tërshërë të imët. Këta përbërës ndihmojnë në hidratimin e lëkurës, qetësimin e skuqjes, ndriçimin natyral të fytyrës. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Përzihet një lugë kos, një lugë mjalt dhe një lugë tërshërë, derisa të krijohet një maskë kremoze. Maska aplikohet në fytyrë të pastër, lihet të veprojë disa minuta dhe më pas shpëlahet me ujë të vakët. Rezultatet nuk janë të menjëhershme, por pas disa përdorime shumë persona vërejnë lëkurë më të butë dhe më të freskët. Mesazhi është i qartë: më pak kimikate, më shumë kujdes për lëkurën.